أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Tema e 8 përmirësimi i zemrave me Kur'an. Ne dje përmendëm se Kur'ani është këshill, edhe folëm se edhe këshilla në përgjithësi me Kur'an, pa Kur'an, me fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjallërim për zemra. Kur'ani në përgjithësi e ushqen zemrën dhe e përmirëson. E ushqen zemrën dhe e përmirëson Kur'ani. Po pi Kur'anit nuk përfitojnë ata që se besojnë. Në thonë, Kur'ani është udhëzim nëse njeri e beson atë. Kur'ani do me thonë të ushqen shpirtin, të përmirëson zemrën nëse ti e beson atë. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në fillim të surës Bekara, Elif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Do të thonë, ai është libri, Kur'ani është libri në të cilin s'ka dyshim. Është udhëzim për të devotshmit. Nuk është udhëzim për të tjerë. Allahu subhanahu wa taala Kur'anin e ka quajtur shpirt. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Thotë Allah, kështu ne të kemi zbrit ti shpirtin për anës tanë. Është për qëllim Kur'anin, këtë djetë, edhe Kur'ani. Allah e ka quajtur shpirt, se Kur'ani e ngjall, do të thonë, e ngjall zemrën e njerit, ashtu sikur se shiu e ngjall tokën e thatë. E ngjall. Edhe njerëzit praktikisht mundesh mi nda në njerëz të gjallë në aspektin shpirtëror dhe në njerëz të vdekur. Ata të cilët e shohin jetën e kësaj bote si kalimtare, si diçka jo qëllim kryesor, ata janë gjallë. Ata të cilët nuk e shohin kështu, ata janë të vdekur. Ata që nuk e shohin se si duhet me bojë ibadet Zotin e vërtet e kështu me radhë. Në thonë, zemrat e tyre janë të vdekura. Kjo është e para. Edhe Kurani është një libër me cilin ne duhet me jetu. Kurani është një libër me cilin ne duhet me lexu për ditë. Edhe subhanallah, me të vërtet, në me thonë, kure, në me thonë, kush e di arabishtën, e vërenë se e lexon 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, është i vetmi libër që mundesh me lexu për ditë, edhe mos me thonë u mërzita për ti. A me konë dini libër tjetër, që ne me thonë kemi lexu librat ndrysh. Lexon një libër, mundesh mas një 10 vjetëve dhe një herë me lexu, ama për streti, me marë, me kap din libër në dorë për me lexu, kjo është shumë zor. Përveç Kuranit. Kuranin ka njerëz të cilët e lexojnë shumë. Bën vaki ka dikush që ka pas në histori, po edhe ka dhe sot e kësaj dite që e lexon për një ditë. Gjithë ditën më jetë me Kur'an. Edhe ape nesër ka me lexu. Kjo është një prej formave të mrekullisë, është fjala e Allahut. Është fjala e Allahut. E tash me Kur'an, më thonë, duhet me konë të lidhë se njerëzit e Allahut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e Allahut janë të lidhë me fjalën e Allahut. Kështu si ka thonë pejgamberi sallallahu Inna lillahi ehline minen nas. Allahu I ka njerëzit e vetë prej njerëzve. Kalu, ja Rasulallah, men hum? Tha në I dërguari Allahut, kush janë ata që janë njerëzit e Allahut? Tha, hum ehlul Kur'ani, ehlullahi wa khasatuhu, janë njerëzit e Kur'anit, I thartë e Kur'anit, janë njerëzit e Allahut dhe më të veçantët e ti. Njerëzit e veçantë Allahut janë ata të cilët janë të lidhë me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më I miri prej jush është ai I cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka haset përveç se në 2 punë. Ju e dini se hasedi është një cilësi e keqe.
me të ardhë i nati pëse ka dikush diçka. Po me dëshiru që ajo e mirë që dikush tjetër e ka, me dëshiru që ajo ta humbe aja të mirë që e ka, kjo është gjuna i madh. Mirë po ka thonë pensam, nuk ka haset, do me thonë lakmi. Kur ta shohësh dikant që ka diçka, nuk ban me të ardhë i nati, si pas fesna. Përveç thot në dy raste lejohet hasedi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në gjuhën shqipe nuk përkthehet ajo cilësi e keqe që është me dëshiru mi u largu e mira dikujt, por është për qëllim me të ardhë i nati tipse se kije. Hasedi në dy raste lejohet, thot pejgamberi. Rajulun allamahu Allahu al-Quran. Një njeri të cilit Allahu ja ka mësu Kur'an. Dhe me ki ka bon këtë kushë që ai di me lexu Kur'anin, e njeh Kur'anin. Fëhua jetluhu ana e lejli wa ana e nëhar. E lexon natën, e lexon ditën. Fësën jahu gjarun lehu fekal, edhe ngon kojshia i vetë të e lexu. E ndëgjon kojshia të lexu Kur'an, lexon ditën, lexon në dhe ta shpijet, sidomos në me thonë në atë kohë kër janë konë shpijet afër me njëra tjetër, është ndëgju kojshia të lexu Kur'an. Thot ki kojshia që e ndëgjon atë të cilin e lexon Kur'anin. Lejteni utitu mithle ma utje fulan. Fa amiltu mithle ma ya'mal. E thot, sikur edhe une ta kisha ditë Kur'anin edhe kisha bo sikur se banaj. Kisha vepru sikur se vepronaj. Dhe e dita një njeri të cilit Allahu subhanahu kur lejot hasedi, një njeri të cilit Allahu subhanahu taala i ka dhënë pasuri, edhe ai atë pasuri, do me thonë e jep e hargjon në rrugë të mira e hargjon pasurin. Edhe thot edhe thot një tjetër, thot sikur të kisha pas edhe unë e pasuri, kisha punu sikur se punon ai. Në këto dy raste lejohet me pas lakmi. Se lakmia normal njerin e çon pasaj në punë të kia, ma çktu mirë është me pas lakmi. E shef dikan e lexon Kur'anin. E shef dikan ban hatme, i ban një hatme e ban çdo 3 ditë, ose në çdo javë, ose në çdo muaj, ose në çdo 10 ditë. Për shembull, unë njoh hafëzllar këtu të cilët në ditë, domethënë jashtë Ramazanit, çdo ditë i përsëritin 3 xhuza, një xhuz i ka 20 faqe, kështu që ju bie çdo 10 ditë me e bën ka një hatme. E tash, një sen që moti me thonë drejtëm ka mundu, edhe ka mendu gjatë, qëllimi i leximit të Kuranit, çka është? Me punu si pas asaj që thot Kurani, kjo është qëllimi. Çka është puna me neve, me popujt jo arab, të cilët e lexojnë Kuranin, ama nuk marrin vesh se çka thot Kurani. Thot Allahu subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilejke mubarakun lijedebberu ajatihi wa lijetedhekkere ulul elbab. Më thonë, Kurani është një libër që e kemi zbrit, është mubarek. Mubarek shumë e thonë i bekuar. E kemi zbrit, thëtë Allahu subhanahu wa taala, që ti meditoni ajetet e ti. Dhe që të mendojnë njerëzit e mençur. E tash ti e merr Kur'anin e lexon. E lexon Elif Lam Mim Dhalikel Kitabu la raiba fihi, pastaj shkon te surja tjetër Elif Lam Mim që surja Al Imran, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. E kështu me radhë lexon. Qysh me meditu ne që nuk e dim arabishtën. Nuk po thomi ne që e kemi mësuar, kemi studiuar në gjuhën arabe, pse ne bëjmë përjashtim hoxhallar. Po xhamatet jo arabe, ato e lexojnë shumë Kur'anin. Qysh me meditu Kur'anin? Qëllimi i Kur'anit qenka ti me lexu edhe me kuptu çka thot Allahu dhe mu mundu me punu sipas asaj që e ke lexu. Kjo është qëllimi. Ti me koni lidh me fjalën. Mirë. Nëse lexohet Kur'ani pa kuptim, a ka sevap? Ka sevap. Edhe, do me thonë, ka bereqet. Hiq pa e marrë vesht me lexu Kur'anin, ka sevap. Mirë po, me meditu Kur'anin dhe me lexu me kuptim, sevapi është shumë më i madh. Prandaj ata të cilët nuk e din
çka lexojnë, ata duhet me këshirë, do me thonë me spaku, që ato sura që i lexojnë, që i dim përmesh, duhet me ditë çka janë të thonë. Pse se ti, për shembull, me marë surën më madhështore të Kuranit. Cila është surja më e madhe e Kuranit, më e vlefshme, më e madhe është surja Fatiha. Se e ka thujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë njënit prej sahabeve, a do me ta mësu surën më të madhe të Kuranit, jo me shkronja më e madhe, po me kuptim. Edhe ja ka mësu surën Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për shembull, ne lexojmë shumë herë mrena ditës. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Mund dalë edhe me mendu çka je tu lexu. Kjo e ka tjetër ndikim në zemër se sa veç me lexu. Për çat disa dietarë kanë thonë kështu. Kanë thonë kështu. Me lexu një ajet me meditim. Ju e kuptoni, meditim është mu thellu në kuptim çka je tu thonë. Është më e dashur te Allahu se me bën i hatme. Me lexu një hatme pa kuptim ka vlerë, ka bereqet. Në atë shtëpi ku lexohet, në atë zemër ku lexon, ndikon Kurani, se është fjalë bekume. Ama qëllimi është me marrë vesh ata që e lexojnë. Kjo është një hap pak më lart. Duhet mu lodh njeri për me mri deri te ajo që kur ta lexoje, për shembull, wailul likulli humazatil lumaza. Mjerë për ata të cilët tallën dhe përqeshin të tjerët. Në më thonë, ta dish për afërsisht çka është duke të thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse dikush nuk mundet me mrinë këtë deregje, ne nuk themi s'ka vlerë, se leximi, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, thotë, Alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu s-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ata që e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe shpenzojnë në rrugt të Allahut, japin në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, ata e shpresojnë një tijaret, një tregti që s'ka me humb, dhe me shumë se vapi madh. Leximi, thon dietarët, ndahet në dy kategori. Leximi i Kuranit ndahet në dy kategori. Leximi praktik ose zbatues, tilave hukmie. Njeri i cili e fal namazin. Që ka bo? E ka lexu Kur'anin, ama jo me fjalë, me vepra. Pse me 10 vende në Kur'an, Allahu thot, wa aqimu s-salah, falni namazin. Njeri i cili jep zakatin, ai praktikisht e ka lexu Kur'anin. Kjo quhet lexim praktik ose lexim zbatues. Është një farë tilavet edhe kjo. Që ti pse vjen me fal namaz? Allahu subhanahu wa taala thot falni namazin. Pse jep zakatin? Pse lexon Kur'anin? Pse përmend Allahun? Pse bëhesh i drejtë? Pse je i sinqert? Pse ju ban njerëzve? Pse ju ndihmon njerëzve? Në forma të ndryshme. Sepse Allahu subhanahu wa taala këto gjëra i thot në Kur'an. E kjo është leximi praktik i Kur'anit. Pra kur thot Allah, ata që e lexojnë Kur'anin, hyjnë edhe ata që e zbatojnë Kur'anin. Në farë mënyrë e lexojnë. Pse? Se ka pas edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njerëz të cilët s'kan ditë me lexu. Ose kanë ditë shumë pak pi Kur'anit. Ama e kanë zbatuar çata që e kanë ditë. Çata që e kanë ditë e kanë zbatuar dhe llogaritën sikur se lexues të Kur'an. Edhe lloji i dytë i leximit është leximi me fjalë, leximi verbal. Pra leximi praktik dhe leximi verbal. Verbal do me thonë me fjalë. Me kap me çel Kur'anin edhe me lexu, do me thonë ato fjalë të Allahut. Mirë, po të nderuar vëllezër, si thash, qëllimi i Kur'anit me lexu është për me punu dhe për mu përmirësu. Nëse kjo nuk ndikon kur gjonte në hiç, atëherë, për shembull, e lexon në surën Bekare në fund të surës, në më thonë të faqja e 3 pika fundi, thotë Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. O ju që keni besu, keni friju Allah dhe hiqni dorë prej kamatës.
hiqni dorë prej kamatës, apo? Ose për shembull, thot Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shejtan. Me të vërtet alkoholi, bigjozi, kumari, idhujt dhe falli janë punë të fllihshta të shejtanit. Largohuni që të shpëtoni. Nëse dikush i lexon këto ajete dhe ajete tjera të ngjashme, mirë po nuk i zbaton këto që i lexon. Për shembull, e lexon hekni dorë prej kamatës edhe punon me kamat. E lexon bigjozi është punë e shejtanit, largohu prej tij, ai shkon lun, domethënë shkon nëpër bastore ose nëpër kumarhane ku luhet kumari ose bigjozi. Çka është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kurani është argument për ti ose argument kundër teje. Çish është argument për ti? Kur e lexon fjalën e Allahut subhanahu wa taala, e lexon namaz, e lexon jashtë namazit, ban hatme në Ramazan, tash është muaji i Kuranit, duhet me lexuar sa më tepër. Kurani është shoku i jot boti, ngushtë. Edhe ditën e gjykimit do të vi te Allahu subhanahu wa taala edhe ka me bon shefat. Ka me bon shefat. Ka me thonë, o Zot, që ketë une kam ndalu prej gjumit natën, ose ditën. Edhe për hatrin tem, falja më katë. Ka me bon shefat. Fjalla shefat dhe me thonë ndërmjetësim. Qashtu si njëjtë si kurse, agjerimi. Ka me bon shefat. Kjo është Kurani, është argument për ti. Kur ka thonë, për mësëm, wal Qur'anu hujjatun leke au alejk, Kurani është argument për ti ose kundër teje, e ka për qëllim, ja ka me të ndihmu, ja ka me konë, dhe me thonë, argument kundër teje. Sa për njerëzve e lexojnë Kurani, po Kurani i mallkon ato. Qysh i mallkon Kurani? Si kanë thënë disa dietar. Disa njerëz e lexojnë Kuranin, mi po Kurani i ban lanet. Për shembull, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ela la'natullahi ala dhalimin. Laneti, mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqtarët. Edhe ki shkon edhe bën zullum. Edhe kur e lexon Kuranin, lutet kundër vetes. Ose për shembull, Allahu subhanahu wa ta'ala e përmend dënimin e gjunaqtarëve, e përmend dënimin me xhehenem, e përmend dënimin, edhe ki shkon i bën çato vepra, edhe e lexon atë fjalë, edhe lutet kundër vetes. Për çat me kon njeri praktikues i Islamit, e fal namazin, ma Ramazan, e fal namazin, ma Ramazan, lexon, domethënë Kur'an, edhe nuk e merr vesh çka është tu lexu, Kurani është argument për ta. Dhe ta i fiton. Edhe Kurani është bereqet për shpirtin e tij, për zemrën e tij, për familjen e tij, për shtëpinë e tij. Kurani është bereqet. Mi po, me kom për atyve të cilët vjen Ramazani, i ban një ditë rehatme, edhe lexon Kur'an, mi po nuk e zbaton atë që thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Namazin nuk e fal. Atër Kurani është argument kundër teje. Gjunaheve nuk ju largosh. Atër Kurani është argument kundër teje. Pse se ti e lexon diçka, domethënë, e lexon si udhëzim. Ajo është udhëzim, të kallzon çka me bë. Dhe ti nuk e ban atë që thot Kurani, atër është argument kundër teje. Për çat duhet me pas shumë kujdes. Mos me bë atë që e ndalon Kurani, se të mallkon Kurani. Ti vetë lexon mallkimin, domethënë me fjalët e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka nda besimtarët, domethënë në atë aspektin se thot pejgamberi se e kallzon shembullin e njerëzve që e lexojnë Kur'anin. Se këtë njerëzit nuk janë ditur. Unë thashmë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dikush e ka mësu pak me të nime e ka marrë. Sikurse shumë të ne, shumë domethënë gjeneratat më të vjetra e kanë marrë me ndëgjim, i kanë mësuar disa sure. Kjo është shumë mirë. Duhet me përcjell me ndëgjim. Pse se në atë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndoshta edhe shumica kanë mësuar me ndëgjim, më shumë se sa me mësuar pi fletore, s'ka pas ajo. Domethënë kohën e pejgamberit Kurani sokon letër i shkruam.
është përcjell gojarisht, edhe është shkruajt në për gur, në për dru, se kanë pas musafin, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bën musafi, është bën, si një libër i vetëm në kohën e Abu Bekrit, me ato faqe që kanë qenë prej pergameni. Pergamen ka qenë e likura që është përdor në vend të letrës. Edhe ajo kanë e madhe, Zoti e di sa killi ka pas, 100 kg, një musaf. Kryesorja, duhet me përcjell, mirë po tashmë janë lecu gjana. Ky Kurani për shembull, sa e ki Kuranin e vogël, mundesh me shti këtu, e ki Kuranin telefon, e ki Kuranin kompjuter, e ki Kuranin televizor, mundesh me lexu me ndëgju. Këtë varianta për me lexu, me u lidh me Kuranin, me lexu dhe me ndëgju. Mirë po, ata të cilët e lexojnë Kuranin janë 3 kategori. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu, thot shembulli besimtarit i cili e lexon Kur'anin është si shembulli i citronit. Citra në gjuhën shqipe. Citroni e dim krejt, që i ngjan portokallit. Është një pemë e cila kur ta çelish me kanë edhe 10 metra larg e nin erën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Erën e ka të mirë dhe shijen e ka të mirë. Për folna për citronin i cili, citroni i cili e ka shijen ëmbël. Ndërsa shembulli i besimtarit i cili nuk e lexon Kur'anin, jo që s'do, por nuk di me lexu Kur'anin, është si shembulli i hurmës. Erë s'ka, ama shijen e ka të ëmbël, sa e ka imanin e ka. Ka njerëz nuk din me lexu Kur'anin, nuk di me lexu Kur'an, ama i fal namaz. Ma Ramazan, jep zeqat, e përmendë Allahu subhanahu wa taala, ose shembulli i hurmës. Ndërsa shembulli i munafikut, se ka njerëz në marena shoqërive tona, të cilët janë hipokrit. Edhe pse hipokrizia ndahet në 2 kategori të nderuar vëllezër. Nuk janë këtë hipokritët qafira. Nëse e mshef kufrin edhe kallëzohet si musliman, kjo është hipokrizi e madhe. Po ka dikush që është hipokrit shkaku i gjunave, është rënavec, është mashtrues, është tradhtar. Këto janë hipokrizi. Për çfarë ka thonë 3 cilësi kush e ka është munafik, e ka për qëllim i gjan atij munafikut vërtet që e mshef kufrin. Se njeri me rrejt nuk bëhet qafir. Ama që është gjunaqar i madh, është gjunaqar i madh. Që e meriton xhehenemin, e meriton xhehenemin. Dhe thot, shembulli i munafikut i cili e lexon Kur'anin është si shembulli, është si shembulli i borzilokut ose busalek që i thënë ne. Borziloku, ajo bima që i vjen shumë e mirë. Erën e ka të mirë sa i lexon Kur'anin, një njerëzit, mashallah, për me lexu i pari, ama më punë kërkun është. Thot si shembulli i borzilokut, erën e ka të mirë, me bo me hangër atë gjethin e i eshil, të asaj bimës është shumë i ithë. është shumë i ithë. Ndërsa shembulli i munafikut i cili nuk e lexon Kur'anin, është si shembulli i shalqirit ose bostanit tegër. Unë këtë nuk e kam pa që shosh, po kam lexu, për këtë edhe e lipa, në internet e pa, si duket, si është shumë i vogël, nuk është sikurse shalqini i amël, e ka erën e keqe edhe shijen e keqe. Këto janë kategoritë e njerëzve. Ka njerëz të cilët me nxi e lexojnë Kur'anin. Ka njerëz të cilët e lexojnë Kur'anin shumë rrjedhshëm, se kanë mësuar. Ka dikush e lexon Kur'anin, mirë po e lexon me zor. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-mahiru bil-Qur'ani ma'al kirami ma safaratil barara. Ai i cili e lexon me shkathësi të madhe Kur'anin është me melekët. Është me melekët, të cilët vazhdimisht janë të ngritura dhe është në shoqërinë e melekëve. Walladhi yatata ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa ai i cili me nxit që i shqipton fjalët e Kur'anit e ka shpërblimin diherë te Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili e lexon Kur'anin me vështirësi e ka shpërblimin diherë te Allah. Pse diherë? Ka dikush për shembull ndoshta ka dinitmet, sun fol mirë, ka dikush shumë zore, ka që unë e kam pa për njerëzve, që më zor me e lexojshin Kur'anin janë kinest.
që i kam pon studim atje kur kam qenë në Universitetin Islam të Medinës. Domethënë kines shumë zore thënë gjuhën, edhe suni shqiptojnë këtë shkronjat. Suni shqiptojnë ndoshta të thëjën, dhëjën ato, këtë zëja i bëjnë, sëja. Domethënë shumë zore kanë me lexu Kur'anin, mirë po këto e marrin se vapin tjerë. Pse diherë? Një pse lexon Kur'an e dita pse mundot. Kryesorja Allahu subhanahu wa taala e ka përmend Kur'anin sa është udhëzim, sa është shërim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Thotë Allah, e kemi zbrit Kur'anin rahmet dhe shërim për zemrat e besimtarëve. Ndërsa zullumqarëve nuk u ashton ma shumë përveç se humbje. Edhe ma tepër vazhdon humbje, sepse tallën me Kur'anin ose nuk e besojnë Kur'anin e kështu me radhë. Prandaj të nderuar vëllezër, më thonë këtë shërim i cili i shëron zemrat tona. Thash unë edhe hiç pa e kuptu se ka ndikim, është fjalë mubarek. Me lexu nuk duhet mu nal. Mu mundu me kuptu, kjo është secili, domethënë duhet me dhënë këtë mund për me ditë se çka na thot Allahu subhanahu wa taala. Pse se kjo çish e shëron zemrën e besimtarit kur ta lexosh ti direkt. Çetër është kur ta ndëgjosh njërin i cili tregon se çka ka thënë Allahu, edhe tjetër është kur ta marrësh Kur'anin. Për çat ne duhet mu marr me Kur'anin edhe me përkthim, edhe me tefsir. Secili duhet mu lidh me librin e Allahut subhanahu wa taala, ta di se çka të flet Allahu subhanahu wa taala. Çish është shërim, çish është udhëzim, çish është drejtësi, çish është përparim. Këto i ka cilësit, domethënë këto cilësi i ka Kur'ani. E kur ta marrësh ti direkt prej tefsirit, domethënë prej përkthimeve, domethënë ka një ndikim më të madh në zemrat tona. Allahu na i përmirësoj zemrat me Kur'an, Allahu na bëft prej i tharëve të Kur'anit, walhamdulillahi rabbil alamin.